Tomatën brokoli. Mirëmëngjesi njerëz, mirë se keni ardhur në një tjetër vlogmas këtu te kanali im. Unë jam Romilda, për ju që nuk më njihni. Atëherë tani që jemi duke folur, ora është 11 e paraditës, edhe ju e dini tashme që mëngjesi jonë është herët, por nuk është se kam filmuar shumë nga mëngjesi fare. I keni parë 2-3 episode, kam vënë gjellën në zjarë, kam bërë një gjellë me patate, me brokoli, me karota dhe me mish. Hoqa ato të fytyrës. Skincare-in akoma nuk e kam bërë, me thënë të drejtën, sepse po mendoja që të bëja një mask për fytyrën sot, se kam ca kohë pa bërë, edhe përpara se të bëj maskën e fytyrës, goca, se sot nuk do dalim, mund të shkoj pastaj me Zojën, thjesht një xhiro deri tek marketi sa për të nxjerr pak Zojën jashtë për të marrë pak ajër, edhe tek turku ndoshta blejmë pak mish. Ajo tani është në gjumë që edhe mund të shohet për të bler pak mish, edhe po thoja që përpara se të bëj maskën e fytyrës, unë do heq pak pushin e fytyrës që kam muaj që nuk e kam hequr, dhe unë përdor këto. Nuk e di, kam disa vite që e përdor, me thënë drejtën, dhe gjendem goxha mirë. Unë nuk e di ju me çfarë e hiqni pushin e fytyrës, por mua kjo nuk ma ka shtuar pushin e fytyrës. Disa thonë si kur ta shton, disa thonë jo, mua jo. Sepse kam parë, kur e kam postuar në TikTok, që e kam hequr pushin e fytyrës me këtë, e krahasojnë edhe me bigën. Kjo nuk është tamam si biga, do me thënë se e dim se si është biga. Kjo është pak ndryshe, normalisht. Dhe mua më pëlqen. Jam gjendur mirë, okej, do heqim pushin. Do heq, do me thënë nga këtu e këtej, po është të balli, nuk është se kam nevojë, me thënë të drejtën. Unë kam thjesht këtu pak, si të gjithë dihet ajo. Edhe pastaj do bëjmë maskën e fytyrës. E kam menduar se me çfarë ta bëj maskën e fytyrës. Ja, Zoi tani është duke lëvizur ndërkohë. Përpara se të përdorni këtë, goca, unë nga që kam vite edhe kur e kam përdorur më përpara,
Me thënë drejtën, unë nuk është se i përdorja gjë lëkur, nuk e lyeja fare me asgjë fytyrën. Por, mund ta lyeni me pudër bebesh fytyrën edhe ta bëni me këtë pastaj, se ndoshta keni skuqe, apo ku ta diun që mund të keni. Sidomos ju që keni fytyrë delikate në kuptimin që keni puçra apo kështu, më mirë bëni kujdes, kuptoni? Ato puçrat aktive që keni, kujdes. Unë thash, unë nuk është se kam probleme dhe unë e përdor pa vaj, pa asgjë fare në shumicën e rasteve dhe sot ashtu do ta përdor, se në fakt edhe pudër nuk kam, atë që kam pasur më duket se e kam pas hedhur, më duket, s'jam shumë e sigurt, po e kam pas hedhur, kur rregullova që vura raftin e ri, i hodha disa gjëra që nuk është se i përdorja. Edhe kështu do ta përdorim këtë, thjesht kështu. Se më duk sikur ishte dikush, se jam duke pritur edhe një post, në fakt që duhet vinte që mbrëm, edhe nuk ka ardhur dhe nuk e di se kam iden se kur vjen se nuk më del as tek linku që nuk më del fare se ku ndodhet. Gjithsesi, mos ta zjas më tepër, tani unë do shkojmë në banjo, në tualet, edhe do bëjmë këtë. Pastaj me shpresë që Zoi është në gjumë akoma, do bëjmë edhe maskën e fytyrës, dhe pastaj do i bëjmë atë rutinën e fytyrës që nuk do ta bëj si normalisht, do i përdor vetëm kështu krem hidratues, pasi do bëj maskën edhe kështu. Ato që pat tek video në fillim fare që isha në tualet duke larë dhëmbët, ato rozat i kam marrë në shenjë goca, nuk e di ua kam thënë këtu, po më duket se jo, edhe kam parë komente, po thuaj se të gjitha komentet ishin pozitive, që thonin janë shumë të mira për të përdorur, kur për shembull te pjesa e rrudhave edhe madje, thoshte njëra që është si botox, thoshte, gjithmonë nëse përdoret rregullisht, nëse ajo përdoret rregullisht. Dhe ishte shumë lirë, është si se kam këtu. Jo, nuk e kam, duket se e kam lënë ma tanë. Do me thënë është si ngjitës kështu, e kuptoni? Edhe kishte goxha dhe ishte goxha lirë, 1 euro e pak më duket e mora, edhe pse me ofertë, por edhe kështu nuk është se kushtonte më shumë se 3 euro nuk bënte. Nëse ja vlen, pse jo? Unë do mundojmë shumë që ta bëj për natë, ti vendos për natë ato, nuk e di, uroj që t'ja dalë, do mundojmë shumë thash që ti vendos për natë, tu te pjesa e ballit më shumë, se unë këtu kam pak këtë rrudha mimike më shumë, se kështu nuk është se kam. Nuk e di si duket aty, por i kam më shumë rrudhat e mimikës, edhe këtu. Në fakt, unë i pata vendosur këtu, mbrëm, këtu, edhe pak këtu për natën, i hoqa, si duket, i kisha, ato nuk duhet i hap, nuk duhet që ta hapësh fytyrën shumë. Duhet t'i shikoj mirë aty se si vendosen, se i kam vënë edhe re shumë, duhet t'i lexoj ato aty si vendosen, duhet të vendosen tamam, dhe ky është një gabim im. Okej, ishte hera parë, i vura që ishte vonë dhe thash okej, hajt po i vendos. Por duhet ta lexoj aty tek shenjit ku është produkti, është edhe shpjegimi se si vendosen, se më duket se unë duhet e hapa kështu dhe nuk duhet ta hapësh kështu, se kur e vendos atë të rri kështu si e të ndosur fytyra, edhe ke parasysh e ndjeni gjatë natës, më mirë, më duket se duhet ta vendosësh gjendje të lirë edhe nuk ndihet, se edhe shoqja që i pata marrë dhe asaj më tha që këto ishin goxha të lehta dhe nuk i kanë ndier gjatë natës, sepse këtu në Gjermani shiten edhe tek DM-ja, edhe Rossmann duhet ketë, nuk e di, jam e sigurt, po të DM-ja po, sepse më pati dhënë kjo shoqja, edhe ato janë pak, ishin më të forta kur i vendosjen në fytyrë dhe ndieshin. Ndërsa këto, te pjesë e ballit unë si kam dhe fare, edhe unë kam një gjë të keqe që unë flem më shumë për mbys edhe prandaj ato më lëvizin çik natën. Flet çik për mbys dhe nuk është gjë e mirë kjo, sepse edhe mbrëm pash më doli një doktor duhet ishte, në TikTok që thoshte pozicionet më të mira të fjetjes dhe ajo për mbys ishte një ndër pozicionet jo të mira të fjetjes, më të mira ishin ato që fle anash, do me thënë këshu në krah, me këmbët pak mbledhur dhe 100 herë edhe më mirë kur mbaj edhe një jastik në mes që të rinte trupi drejtësi. Gjë tjetër kjo, por po a thash.
edhe nuk duhet të flejmë përmbys, apo kur fle kështu, ishin pozicionet më pak të mira për trupin ton. Tani, po ikim të bëjmë këtë punën që ju thash, se shumë e zjata. Sa shumë push që më ka dalë. Kam pas shumë nevojë për pastrim. Wow. Nuk e di, do me thënë se pas kam lënë vetën kështu. A e pat, goca? A e pat se si më ishte bërë pushi? Kisha lënë shumë. E kisha lënë shumë këtë radhë. Goxha më zorri. Jem duke përzje pak gjellën. Wow. Tani, më djek pak fare fytyra, sepse është normale kjo. Por, tani, unë se bëj do të atë maskën që kisha ndërmend, sepse më duhet banane. S'kam banane. Banane nuk kam, por... Okej, me qenë se... E di që do bëjmë? Do bëjmë një maskë me kos edhe me kos edhe me kafe. Po, unë s'kam banane, se doja të bëja me banane me... thuaje, me vezë. Marrën dhe bateria, por do të bëj me kos. Do marrim kos edhe kafe. Okej, mora pak edhe këtë kamrën e Zoit që ta shikoj, sepse mund të qohet nga momenti në moment. Tani, kur pas kam lënë këtë? Okej, unë kam kos të bërë vetë, kam pak aty, kërse do marrë shumë, 1 lugë a 2 lugë, dhe do marrë, për të marrëm edhe kafen. Kam kafe turke. Edhe me këtë do të bëj. Kështu kosi edhe me hidraton, edhe e freskon fytyrën. Sepse normalisht tani fytyra për atë ka nevojë që të jetë pak e freskuar, sepse ju thash, është pak ndihet pak kështu. Jo që më djegë, ke parasysh shumë. Normalisht e ndjem pak fytyrën ndryshe. Tani, ta përgatisim këtë dhe dua t'tregoj dhe juve. O, ju zjuzoj, mos Zoj t'lutem. Okej, do marr 1 lugë kos, edhe pak, 1 lugë e gjysëm kos, kaq. Edhe do marrim edhe kafen. Marrim herë kaq, gjysmë lugë. Edhe gjysmë lugë tjetër, 1 lugë u bë. Dhe tani e përzjejmë, goca. Zoj thjesht ndroj krah. Uroj që të mos të qohet paktën sa ta bëja këta dhe ta vendosja në fytyrë. Ka nevojë për pak akoma kos kjo. Ale njerë. Ndonjëherë këto masat
Duhet të shikoni edhe vetë kështu me sy goca, kuptoni? Do me thënë, duhet të jetë masa është që të aplikohet në fytyrë. Si kremi, u zgjuzoj. Kështu. Tani do ike qik të zoju unë, sa jo që ta marrë, do ta vendosë të karrige dhe ta aplikoj në fytyrë kur ta marrë këtu. Se nuk rrime ajo, u qumi stresja. Kështu goca. Zoja është këtu me mua njërës. Tani do mundojmë ta lyej pak shpejt e shpejt, se kjo normalisht sa u quna gjumi edhe. E dini se si janë fëmijët kur qojnë a gjumi. Ua, çfarë freskie, nuk e keni ide no njërës. Kisha ko pa bërë mask me kafe. E me mama, që bën mami? Bën mami mask për Zojin. Edhe këto rrafët këtu, sepse kafja është shumë e mirë për rrafët, për njollat, por e kombinuar me kosin, është një dashuri. Unë se di si po lyem, se jam duke o lyer nga kamera, se normalisht kjo nuk përrinte, e kam vendosur Zojin te karrikja e ngrënjes. Dhe është duke më parë mua. Qa po bën kjo mami? I mendon me vetën e saj. Do dalim me mamin e Zoj? Do dalim? Ku do ikim neve? Ku do iki goqa me mamit? Maroj këtë maskën. Ta mbajmë, këtë e mbani deri 20 minuta, deri sa të thahet. Edhe do dal me goqën pastaj. Oj, goca e bëni se është super mask. është super, kur ti ki do blej dhe banane, që një ditë tjetër të bëj mask me banane. Këtu ngeli, ju thash. Ngel. Por kjo është një mask që nuk është se prishet, apo e përdorni një ditë tjetër, jo nesër. Qa ka goqa? Qa ka goqa mamit? E përdorni bëni një ditë pushim dhe e përdorni. Këtë maskën mund ta përdorni 3 herë në javë. Kështu. Mira do jetë lyj dhe mjekrën, por qafën, falni, por nuk e lyj dot sepse kam Zojin, edhe kam hallë se do qaj, do grindet edhe do detyrojmë ta marrën krah, ajo të prek. Tani do ta mbajmë 20 minuta, shpresoj ta mbaj 20 minuta, edhe pastaj do e lani fytyrën goca me ujë të ngrohtë, edhe do i vendos një krem do i vendosim një krem hidratues. Kaq, nuk do t'i bëj atë kujdesin e fytyrës, pasi hoqa pushin, bëra maskën edhe mendoj se do jetë pak e tepërt, kështu që ndarket. Për momentin, qa me goqa mami, për momentin kaq mjafton. Pastaj do ikim te marketi. Okej? Mos bëni gabimin tim. Do thoni ju qa gabimi. Besoj se e kuptoni vetë në fytyra ime se çfarë gabimi kam bërë unë. Duhet që të përdorja diçka kur hoqa pushin e fytyrës. Ndoshta ma dha këtë gjë sepse ju tregova edhe çfarë që kisha disa muaj që nuk e përdorja, sepse kur e përdor rregullisht edhe lëkura mësohet. Gjithsesi, ajo skuqa është duke ikur avash avash, por prap fytyra skuqet, qa do gjëjt, me qa do lloj ta lyeni juve, do me thënë, do skuqet fytyra. Gjithsesi, okej, është duke ikur, duhet që ta kisha lyer me diçka. Unë nuk kisha pudër, se pudra është më e mira. Vaj, me qa ta lyej? Ta lyej me vaj ulliri? Nejse, u bë tani kjo.
Edhe, okej. E ndje pak të nxehtë fytyrën, me thënë të drejtën, edhe ajo maska që i vendosa, e ftohu pak për momentin, por edhe maskën do ishte mirë që ta kisha pritur pak. Mos bëni gabimin si unë. Jeta ime! Kur ta vendosni goca që të hiqni pushin e fytyrës, e lyeni me diçka. Ju tregova me pudër ose me vaj kokosi, qa vaj keni ju domethënë, edhe pastaj e hiqni. Ndërsa maskën përdorini ditë tjetër, s'ka thot ajo. Unë e bëra sot, thash okej, hajt, me qenë se kisha në plan për të bërë mask, e bëra kur hoqja këto, por nuk duhesh ashtu. Sa dorojmë do mësojmë, nejse s'ka si gjë. Thjesht u skuq fytyra, nuk është se mu bë. Shikoni. Kjo pjesa këtu më shumë. Hecës në më gjenë gjë bare. Jam sonë. Ne dolëm. Ne i bëri era këto flokët. Edhe unë jam pa u lyer, gjithsesi. Tani jemi duke shkuar për te marketi, te supermarketi. Edhe të shohim se qa do blejmë atje në një gjë. Më shumë dola për t'i bërë gjiro kësaj mistreces, që mos më qaj, që t'lodhet edhe ta zëri gjumi kollaj. Pas ka ndalë shkrepse, se këtu është ke vështirë për të shkrepset. Shikoni, keni të përmasave të ndryshme, shisa e madhe kjo shkrepsja. Tani i nxjerrin këta për të ndezur shërinjt. Shikoni për sa e bukur. Mirëmëngjesi goca. Mirë se keni ardhur. Tani na falni për pamjen, po mëngjesi jemi tani. Këtu te kanali im, t'ju kujtoj edhe një herë, unë e kam të shkruar aty te emri që do keni momente, gjëra të vërteta, domethënë, reale. Kështu që mëngjes. Ja, kështu jemi ne mamat. Domethënë, okej, do thoni ju që mund ta mbash veten e ku ta di unë. Mund ta mbajmë, ka raste që dalin mirë, ka raste që jo. Gjithsesi, s'është kjo tema. Unë tani jam duke ngrohur pak qumësht, sepse do pi këtë kolagjenin, edhe unë e pi me qumësht, ato që kam pluhur. Zojën e kam në gjumë, edhe thash, okej, po e bëj, po e përgatis dhe ta pi qetë. Tani, goca, jam pak kështu tani në më dyshje për çështjen e vlogmasit. Do thoni ju pse si qysh tek. Dje kam hasur një koment, ajo nuk e kishte me të keq, shpresoj, besoj se ashtu thoshte te komenti, që më thoshte që Romilda më mirë mos bëj vlogmas sepse vlogmasi nuk është kështu. Do me thënë, vlogmas është që ky është kolagjeni. Vlogmas është që duhet që çdo ditë të nxjerr këtu në video gjëra festive. Siç del njëra këtu, se unë nuk do të përmend emra, thoshte ajo që nxjerr vetëm gjëra festive. O njerëz, okej, por unë kam parë gjithashtu që dalin goca që bëjnë vlogmas që nuk nxjerrin vetëm gjëra festive. Dhe të gjëra festive, për shembull, këto zbukurimet e qytetit, çfarë janë këto? Se tjetër çfarë gjërash festive do nxjerrësh ditë për ditë. E kuptoni? Çfarë gjërash do nxjerrësh ditë për ditë gjëra festive. Një njerëz që i ka afër, që ka qytetin e madh afër, edhe që del, edhe që nuk ka fëmijë, në rregull, është ndryshe, mund t'i nxjerrë. Do thoni ju, pse e nise? Sepse ti ke fëmijë kështu. Unë kam qejf ta bëj, edhe po nxjerr për ditëshmërinë time, domethënë. E thash edhe më sipër që unë kam parë që nuk nxjerrin vetëm gjëra festive këtu për vlogmas, ka goca të tjera plot.
Edhe jam në më dysh që po thoja, s'di që të bëj, ta vazhdoj apo mos ta vazhdoj tani. Ta vazhdoj vlogun, do me thë vlogmas apo mos ta vazhdoj, sepse nëse njëra e tha, ndoshta mendoj dhe të tjerat. Këtë po mendoja, ndoshta mendoj dhe tjerat edhe nuk e shprehin. Kupton? Edhe se di tani. Më lini komente juve se çfarë doni të bëj, apo do vazhdoj të nxjerr një herë në javë, vlogmas javor ta quajmë. Edhe ta bëj ashtu, nëse edhe juve ju pëlqen ashtu. Unë këta që po flas tani do ta fus tek vlogmasi i dieshëm, edhe do shikoj, do marr përgjigjet, edhe nëse edhe ju jeni të njëjtit mendim, sinqerisht nuk e marr për keq, e marr normalisht diçka këshill, unë i mirëpres, nuk është se them gjë, e kuptoni, dhe ajo goca që më tha dje, thash, uroj që ta ketë thënë tamam për mirë, kur i thon muhabetit. Edhe unë të jem më e qartë, do me thënë, edhe për ju, se nuk du t'ju mërzis, nëse s'ju pëlqejnë këto në rregull, unë e bëj pastaj një herë në javë edhe është okej pastaj, s'ka asnjë gjë të keqe. Por, e thash, kam parë youtubere që nuk paraqesin vetëm gjëra festive. E kuptoni, nuk është se dalin vetëm të tregojnë gjëra festive. Edhe prap, edhe të tregosh vetëm gjëra festive, të dalësh në qytet, të tregosh vetëm dritat edhe pemën, ditë për ditë, edhe kjo gjë mund të jetë e mërzitshme ta tregosh her pas here. Kuptoni? Çdo gjë për shembull që tregon her pas here mund të bëhet e mërzitshme, mendoj unë, nuk e di tani. Gjithsesi, unë po pres komentet e juaja edhe do shikoj ç'a do bëj. Sot do filmoj normalisht. Nëse ju më thoni që vazhdoje ditë për ditë, do ta nxjerr vlogmasin e sotshëm që do filmoj. Por këtë pjesën që po flas tani do ta fus tek vlogmasi përpara, edhe që të marr përgjigjet e juaja se çfarë më këshilloni. Çfarë më këshilloni që të bëj, si e duket më e mirë. Edhe unë nuk mund të dal këtu, t'i zjas vlogmas kot, për shembull. Okej, 10 minuta, se s'ke qa do bësh. Ndonjëherë. Nejse, me kaq po e mbyll, s'po e zjas me këtë pjesën këtu, pres komentet e juaja, edhe më thoni, në falni se na ran lugët. Ju përshëndet.